Bravo, miut gentlemani. Ka lezet e bërë? Edhe. Kur e përmene reciprocitetin, pse mendoj që s'është reciproke, të paktën në synin tem, se unë nuk jam zemrën e asnjërit këtu, po çka interpreton, është nashta shumë e rëndësi çka shoh unë te reciprociteti që ti më di. Kur për shembull ju e keni bërë në plan për shembull kur ti keq me Mateo, ti kur është keq Mateo me shkurtit te Mateo, po kur jeni keq të dyta, i keni diskutuar një herë. Është ideja që ky ndihet ti për keq kur ti vendohesh, ndoshta edhe kur fajin kur nuk e ka hiç Mateo. Ti kur ndihesh keq për shembull me ndonjë koment qoftë X-it Y-it, sqarimin gjithmonë mendoj që e bën Mateo me ty edhe a mendon që për shembull ky djalë është pjesën më të madhe të bigut, është defokusu për ty, a mendon që s'është një avon mjaftueshëm? Edhe unë jam të bat një të ngjasë, nuk është që unë... Nuk pesho, Briken. Okej. Edhe përsa po thamë. Nuk pesho se po del... po del në pa, tash, unë prapë po thamë, unë s'jam zemrën e juaj, por po të shoh ty që je gabim, nuk pesho Mateo, se s'unë kisha ardhur hiç zorë me thonë, qysh po ta thonë ty, mja thonë edhe Mateos. Në shumë momente të caktë që ka ndodhur këtu në Big Brother, pa pas në farë faj ose në farë forme nevoje për të sqaru, është dashur të sqaru Mateo të ti pa pas nevojë fare, domethënë. Edhe që kjo i jep më dyshjet e veta jo të publiku, të secili njeri që e sheh që ato momente. Kanë kalu shumë ditë që unë mendoj që ky i harron tana zezat, jo tana zezat se shpreh e keqe, por ky i harron tana format kur ndihet keq prej teje ose prej dikujt tjetër që e nguc për shkak këtonin, i harron krejt momentin që ti i buzëqesh edhe i fol. Do me thonë, kthehet këtë normalitet, e kthen tabelën parë a kur të është i mërzitur, unë mendoj që je shumë kush i jenë për me vrejt, që nëse të dytë jeni të mërzitur, është shumë e nevojshme të dytë më kanë me një vend. Jo me njëherë me dalë atje të këndi gjelbër të mësmarë të 5G-ja, i ki do parime që janë shumë të panevojshme në qëtë status ku jeni ju. Pse duhet gjithmonë me vrejt qatë distancën me njëherë, jo veçone po këtë banorët edhe këtë publiku me vrejt që pas ka ndodhë diçka. Pse është e nevojshme mi kallëzu njerëzve që ka diçka. Ko kanë këta, ko kanë prej këta. Pse është e nevojshme mi bëj qëto sene kur është shumë e qartë, kur të nesër më nëse të shtrati ju prapë se prapë keni mos sqaru. Pse ja lejoni kohës me ja marrë kohën? Me ja marrë kohën, kuptimin që ti rrin atje, ky rrin atje, edhe e dini shumë mirë që mas 10 ore keni mu pajtu.